Dhjetëra banor të fshatit Bashkim në njësinë administrative Levan janë ngritur në një protestë mëngjesin e kësaj të premteje me pretendimin se po u grabiten tokat nga një kompani private, e cila prej 7 vitesh zotëron një plantacion me sheg në territorin e tyre të miratuar nga Ministria e Bujqësisë. Ata shprehen të indignuar se përveç tokave djerë që po i përdorin për kullota dhe një pjesë të pyllit, tashmë kompania në fjalë po kërkon të zaptojë dhe tokat që fermerët i kanë marrë me vendim gjykate dhe sipas ligjit 7501. Dokumenti nxjerr nga gjykata e rrethit Fier. Me këtë dokument vërtetohet që gjyshi jon ka qenë pronari i asaj tokës ata ku aktualisht ka ndërtuar serat, ka ndërtuar ato stanet dhe stanet atje janë të ndërtuar gabimisht brenda në pyll që nuk lejohet. Dhe ata e kanë marrë atë tokë. Si ka mundësi që në këtë shtet nuk merret parasysh vendimi i gjykatës? Dokumentat, ja ku i kam si që i pati zotëria, shu i kam dhe unë, tjetri, tatimet i kemi paguar dit në vit, tash i qa janë ta që vinë me vene mua në tokë time 50 metrë kalemat më marrin tokën time, që ma ka dhenë shteti me 7501 që është. Ku është kjo drejta? Mirë pjesën të jasë lidhen që ka qenë zhukat të deri këtu. Kanë qenë deri këtu zhukat, edhe perat, edhe i kemi prerë ne si fshat, pjesë çdo person. E kemi pastruar, e kemi bërë tokë për të ushqyer, e të vinë ata të na i marrin ne, qa janë ata? Edhe pse kam paguar taksa ta, tani po na marrin 7501. Po mua 7501 tani diçka fshihet mbrapa këtyre, sepse këta nuk janë kaq të fuqishëm. Përballë kësaj situate, banorët thonë se nuk janë pyetur asnjëherë dhe madje situata ka degraduar deri në përplasje fizike. Të ndodhur në këto kushte, ata kërkojnë ndërhyrjen urgjente të institucioneve përgjegjëse për sqarimin e situatës në mënyrë që situata të mos shkojë deri në vetgjyqësi. Por sipas tyre janë më shumë se 150 familje që preken dhe rreth 60 deri 70 hektar tokë është zaptuar padrejtësisht nga viti në vit. Ardhe topografi një farë Gzim Azizi këtu në atë pa pyetur pa thënë private kanë marrë këta e kanë pru këtu, nëse njojnë fare pa prezencën tonë. Me një fjalë duhet edhe topografi ynë që të ndahet ku është me një fjalë qoftë se ka. Po ne i kemi me këto, ja, si që shikoni vetë, me vula, me tëra, të rregullta. Pra kjo firmë po kërkon që të marrë dhe toka me 7501. Me forcë 7501, nuk po thyen ligjin, nëse Këshilli i Ministrave e vendos që t'i heqi, lërt na i marrin tërë, nëse e vendos Këshilli i Ministrave. Po jo ky të vi me forcë. Kush është ky njeri? Ne duam të dim kush ka qenë ai që i ka prur këtu dhe kush ka dorë. Dhe si janë bërë këto dokumenta që ai zotëria aty ka ardhur në na merr tokën. Situata në fjalë është denoncuar dhe në drejtorinë vendore të policisë Fier nga një përfaqësi e fermerëve.